Ne si bashki nuk kemi asnjë lloj njoftimi zyrtar nga asnjë lloj institucioni për reformën. Po paraprakisht, Bashkia e Fusharësit i ka marrë gjitha masat, është emëruar Këshilli Bashkiak dhe ka filluar procesi mand të organizatat shoqërisë civile për kalimin e referendum, pyetjen e qytetarëve. Unë mendoj që përzgjedhja në dy qarqet e Shkodrës dhe të Lezhës, përzgjedhja e Fusharësit, për me ndryshu ekonominë e gjithë zonës Veriut me Bashkinë e Fusharësit, e cila për hir të vërtetës është një bashki që ka një potencial jashtëzakonisht ekonomik, ka një industri, sot që po flasim kemi 4 minjera që fabrikën edhe 3 fabrika ujit, potenciali industrial në Bashkinë e Fusharësit është më i madh se në çdo bashki tjetër mendoj, dhe japim GDP-s shqiptare që na dhënë në shekuj. Unë mendoj që me mjetet demokratike Bashkia e Fusharësit do të jetë ndërbashki që do dalë zot vetit, dhe mendoj që këtu do lëbojmë shumë dhe me institucionet ndërkombëtare dhe me shoqërinë civile, edhe të mirë organizata që ka shoqëria civile, dhe me gjithë diasporën, kemi vazhdu negociatat me gjithë, kështu që nuk do të jetë shumë e lehtë që Bashkia e Fusharësit dhe komuniteti që profeson Bashkinë e Fusharësit të përdoret fjala shkrirje, e kuptove, i cila mendoj se është edhe pak i term si i papranueshëm edhe për institucionet e Bashkimit Evropian, shkrirje, këtu bëhet fjalë për bashkime. Ne komuniteti me gjitha nigjesat që janë bën nuk ka asnjë pretendim nga asnjë banor i Fusharësit që të bashkohet apo të kalojë në një bashki tjetër apo në një territor tjetër. Kështu që Bashkia e Fusharësit nuk do të jetë vetëm një institucion gjeografik. Bashkia e Fusharësit ka një emër, ka një histori, i ka dhënë GDP-s për 120 vite me radhë, ka qenë potenciali më i fortë në veri për industri, kështu që i baj thirrje gjithë deputetëve djathtë të majtë në gjithë edhe partive tjera në parlament që mos ta votojnë dhe mos të jenë fatet e Bashkisë Fusharësit në dorën e 10 deputetëve apo 20 deputetëve. Kjo do të ishte fundi i demokracisë. Lobimi do të jetë i fortë, nuk do ketë asnjë mundësi që çdo kush të vendosur Bashkinë e Fusharësit apo komunitetin e Fusharësit pa e pyet komunitetin e Fusharësit. Mendoj që është veprim i nxitur, nuk e përmirëson, vetëm çaja dëmton jetën e qytetarëve të Fusharësit, ju largon shërbimin, ju largon e shpopullon, sot ka ekonomi në rritje, nesër do të jetë një fazë tjetër. Ne kemi bërë 2 referendume, njëri jemi drejtu komisionit zgjedhor, është kreditlidhshëm, dhe tjetër do bëhet mand shoqërisë civile me çdo banor të Bashkisë Fusharësit, qoftë të diasporës dhe ato që jetojnë aktualisht në Bashkinë e Fusharësit.